Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zgjedhjet lokale që do të zhvillohen në Kosovë në 12 tetor. Në momenti kryefjalë është ajo që po ndodh me krizën politike dhe atë që po zhvillohet në Hag, po ndërkohë vazhdon edhe fushata e kandidatëve. Vëmendja kryesore është përqendruar sigurisht në kryeqytet, në Prishtinë. Po për të mësuar më shumë për kandidatët atje në Prishtinë dhe qytetet e tjera ku është betejë më e fortë, kemi të ftuar zotin Murat Makolli, njohës i zhvillimeve politike dhe të sigurisë, por konkretisht edhe i asaj që po ndodh në Prishtinë. Zoti Makolli, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, mirë se ju gjej. Faleminderit, mirë se erdhët, mirë se na bashkuat. Çfarë po ndodh në Prishtinë dhe kush ka më shumë shanse që së pari kush kandidon për publikun dhe mund të kemi balotazh apo një fitore direkte? Përshëndetje për ju dhe për publikun cilët po na ndjekin. Në Prishtinë unë konsideroj që Prishtina do të shkon në balotazh, pasi që kemi 3 kandidat, tri partive ma kryesore, realisht kemi partive tjera, por cilët mendoj që nuk do ta kanë mundësinë të fitojnë, mund të jenë kandidat më të mirë se këta 3. Kemi fjalën për ministrin e patëm Tiranë, që nuk mund të shkojnë balotazh, mendoni? Unë mendoj që Prishtina gjithsesi do të shkon në balotazh, pasi që kryetari aktual zotëri Roma nuk e ka zhvilluar planin e tij në cilën e ka prezantuar 4 vite më herët dhe nuk ka bërë asnjë projekt të cilën e zhvillon Prishtinën realisht. Unë kam prit shumë që ky kryetar do ta zhvillon Prishtinën, për shkak që në planin e tij na ka pas pjesë pikpamje zhvillime në kryeqyteteve evropiane. E ka penguar fakti që në qeverinë qendrore ka qenë Kurti apo jo? Realisht nuk i ka penguar, për shkak se gjitha mundësit i ka pas. Kemi buxhetin e tij na 50 milion, ofër 50 milion suficit që cilat ka mund të fut në projekte madhore. Dhe kështu që për rrugë nëntoksore, për shembull që është pjesë kyçe Prishtinës, rrugë nëntoksore për zhbllokimin e komunikacionit dhe zhbllokimin e jetës së qytetarëve të cilët jetojnë në kryeqytet, nuk i ka bërë. Dhe po ashtu kemi shumë gjëra tjera, por unë shpresoj që qytetarët vëdisohen dhe të mos i jepën votat askujt, as Herullat Çekut, as për Parim Romës, apo Uranis Molit që vjen nga PDK-ja, Herullat Çeku që nga Lëvizja Vetëvendosje, Bek Berisha që vjen nga Aleanca për Armërinë e Kosovës dhe Besa Çajini nga PSD, po kemi edhe listën për Prishtinën, lidhjen për Prishtinën, kemi disa subjekte, disa lidhje, kemi kandidat pavor, po unë do të fokusohen te këta 3 kandidat, të cilët janë për Parim Roma, Herullat Çeku dhe Uranis Moli. Deri me tani nuk kemi unë për vete po folje si pjesë e sigurisë dhe nuk më bëni plan. Po pikërisht tek në një projekt konkret që juve ju ka tërhequr më shumë vëmendje dhe që është i arritshëm për te atyre që premtohen, që mund të themi me këtë qiqve në hedh, por konkretisht kush ju ka bindur më shumë deri tani? Deri me tani, Uranis Moli dhe për Parim Roma kanë bashkëqeverisur në Prishtinë këto 4 vitet. Mirë kuptomi, do të jemi hapur për shkak se i përkas kryeqytetit Prishtinës, edhe këta 2 kanë bashkëqeverisur në Prishtinë dhe nuk kem po asnjë zhvillim pozitiv, as ndërmarrje publike të cilat kem, as zhvillim asnjë gjëje në Prishtinë. Prishtina është në kolaps dhe këtë shohin më mirë qytetarët e cilët jetojnë aty, që ballafaqohen çdo ditë, dhe unë mendoj që duhet të kem një plan konkret zhvillimor, jo vetëm plan të cilën e kemi në letër, por planin të cilën duhet ta zbatoj ai të cilën e fiton Prishtinën. Në këtë rast, unë besoj që le ta fiton më i miri, por unë besoj që do të kem ballotazh dhe ballotazhi do të jetë mes për Parim Romës dhe Herullat Çekut.
dhe ku mund dalë fitues Hajrullah Çeku për shkak për krojës tjetër. Por mund tjetë edhe Uran Ismaili, që është edhe befasi, po si bërtho me këtyre do tjetë njeriu ai cili njerëz mund ta konsiderojnë ndoshta si pak ma shumë se jo Prishtinali apo diçka, se mund të them lirisht asnjëri nga këta nuk janë Prishtinali, por që tani më kemi Prishtinali nga të gjithë. Po, si për me qenë Prishtinali dhe në krye qytetas, ti duhesh spore të jesh një aktivist cili bashkëpunon me gjithë qytetarët. Në komunitetit ku jeton aty, duhesh t'i dalësh ndihmë, duhet të organizohesh për ta. Ka ndonjë që nuk e njeh kodrën e trimave? Po asnjëri nga këta nuk e njohin kodrën e trimave realisht. Sepse kodrën e trimave nxjerr vetë historia e Republikës Kosovës, por që kodra e trimave në këtë rast është një vend ku qytetarët e sajna, të asaj lagje, janë zënë në rob të grupeve politike apo partive politike. Kodra e trimave nuk kem se çka me fol për shkak se është veni që nuk është ndërtu asgjë. Aq ma shumë tani që përparim Roma ka jap shumë për atë lagje, jashtë mos se ka prediku që do ta zhvilloj këtë mënyrë, por në kodër trima nuk kemi asnjë çerdhe publike. Asnjë investim. E aq ma shumë gjërat e tjera të cilat ndodhen për ditë, në krejt kodër trima që është zhvilluar në kodër trima, mund të them, është zhvilluar nga vetë qytetarët e asaj lagje. Kodra trima nuk ka stacion policor. Nuk ka siguri. Dhe plani i sigurisë, unë nga asnjëri nga ta nuk e kam dëgjuar, që mund bën në plani i sigurisë dhe emergjencave, që mendoj dhe duhet vetë ky kryetar ta zhvillon për mbrana 4 viteve të cilët ka pas, por që nuk e ka zhvilluar. Thjesht në një kryeqytet ku nuk ka kamera fotografike për shkeljen e komunikacionit apo kamera vëzhguese tjera në çdo pjesë, unë nuk mund ta quaj siguri. Një kryeqytet që nuk ka çdo pjesë të lagjeve, pjesë domethënë të emergjencave, të cilat komponenta do të ishte në emergjencat zjarr fiksa, çdo pjesë lagjes ku do të mbulon nuk ka. Plus komponenta e katërt, që unë mendoj që 4 në 1 do të ishte e mirë, që jo them për juve, është një rësi nga televizion që unë e kam para po, ndoshta për dikon është befasusa, apo e pa realizueshme, po për mua është e realizueshme. Prishtina duhet ta ketë një helikopter vetëm për racën e emergjencave, dhe në atë komponent duhet të jenë FSK, policia, zjarr fiksat dhe ndihma e shpejtë. 4 në 1. Dhe ai helikopterit cilët do të territorin e Prishtinës, se Prishtina zhvillon ka një hapësirë konsiderueshme edhe pjesës rurale, pjesën tjetër, jo vetëm pjesën urbane, por që policia nuk mundet me arrit për shembull brenda 40 minuta apo një ore në një vend caktuar. Po folën pjesën apo zjarr fiksat. Këtë rast një helikopter do të bën shumë për Prishtinën dhe për sigurinë e Prishtinës, gjëra tjera të cilat komponentes janë edhe në stacionet policore, që unë i kam para po dhe kam një plan ideor se si do zhvillohen, dhe pjesë të tjera të cilat unë mendoj duhet i ketë një kryeqytet, por shumë. Unë mendoj që mos ta lajnë në gjatë që edhe Bek Berisha do të merr vota në Prishtinë, sepse është korrekt, është një parti ndoshta mund ta quaj edhe të gabueshme, por që Beka e bën, si që ka bërë sloganin, por edhe Hajrullah Çeku realisht ka zhvillu kulturën e Kosovës, ka investuar në shumë gjëra, dhe mendoj që mendimi im personal nuk do ta ndaj në asnjë mënyrë, por mendimi im personal që është që në rast që shkon përparim Roma dhe Hajrullah Çeku në balotazh, Hajrullah Çeku do të jetë kryetari i Prishtinës. Edhe diçka të fundit kam tek fituesi që ju mendoni që do të jetë në këto zgjedhje.
A mendoni që do të arrijë këtë rezultat, pra fitoren pa koalicion? Pra, mund të kemi fillimin e ndoshta ajo që nuk po ndodh qeverinë qendrore, ndodh në zgjedhjet lokale, pra një koalicion për Pyetje shumë e mirë, shumë e vend, dhe unë mendoj që shkopi i këtyre koalicioneve është arë për shkak të zgjedhjeve lokale. Dhe momentet që do të përfundojnë zgjedhjet lokale, unë mendoj që do të kemi edhe koalicion të qeverisë qendrore, në nivelit qendror. Dhe kjo është më se e sigurt, por do të shohim se kush më kënd dhe kryesisht është Prishtina ajo që e ndon edhe pjesën e ekzekutivit, dhe mendoj që vetëvendosja mund bëjë koalicion dhe në rast se shkohet përparim Roma me Airullah Çekun, atëherë mund të kemi edhe ndonjë koalicion që shkon e kundërta mes LDK-s dhe vetëvendosjes. Pra nuk përjashtohet për Prishtinën. Unë mendoj që niveli qendror, ndërsa për Prishtinën unë mendoj që Airullah Çeki do të shkon me Bek Berishën nga Alianca për Armërinë e Kosovës, dhe në këtë vit do t'i bashkangjitet edhe Urani Ismaili. Ju lutem thoni për sa i përket komunave të tjera, kush pas Prishtinës në gjykimin tuaj ka interes më të madh, që ka garë fort? Unë garën e fortë në Ferizaj nuk konsiderohet garë, për shkak se Ferizaj e din Argemali është kryetar. Gara më e forta do të jetë Prizareni dhe Gjiloni, mes Prizaren PDK-ja me vetëvendosjen, ndërsa në Gjilan do në vetëvendosja me LDK-n. Në Kamenic mund të kenë ndryshime në rast që qytetarët parashojnë ato, edhe pse kryetari aktual ka bërë disa gjëra pozitive, por që nuk janë mjaftueshme për qytetarët. Dhe Peja besoj lutna shumë që të ketë ndryshime, për shkak se është një vend shumë i mirë dhe besoj që duhet zhvillohet në një formë tjetër, jo se si e ka zhvillu ky kryetar Gazmel Muhaxheri. Unë besoj që mund të ketë ndryshime në Pej. Gjakova mund të shkojnë në ballotazh. Drenica, kjo ndarja? Po ndarja, Ramizi mund të shkojnë në ballotazh ose mund ta fitoj. Unë e shoh që mund ta fitoj, për shkak se në rast se shkon me ballotazh mundet me mbështet Bashkimi Demokratik apo si quhet profesor Lajvaz Berisha, dhe ai don vetëm me mbështet Ramizin. Në Skënderaj kuptohet, pashë janë ato të njët tyre të cilat nuk... Pasion. Ndërsa në komunën e shtimës qytetës, në shtimës apo qytetit tani më, pasi që Qemajl Aliu ka ndryshuar, ka bota, mund të atojnë me lot kuptimin e fjales, e ka bërë qytet shtimen, ka bërë shumë ndryshime komplet për 360 shkollë, po të jevë mos të mendon kush që mundet me marë, për shkak se shpejtimi ka zhvilluar atë pjesë. Dhe unë mendoj që edhe territore tjera në Rahovece ka kryetaren, nuk kemi se çka me kërku, Maliqeva po një ashtu e ka kryetaren, Mitrovica do të kenë ndryshime, do të jetë Faton Peci, kryetar, dhe Vushtrre do të shkojnë në ballotazh. Edhe kuvende tjera, por besoj dhe shpresoj që kryesisht Prishtina të bën ndryshimin, dhe mos ta kemi këtë kryetar që na ka bllokuar në gjitha format e jetës, ka bërë kaos. Muradon, falenderoj shumë për bisedën dhe do të dëgjojmë sërish në ditën vazhdim për zhvillimet dhe programet e partive politike për Prishtinën dhe qytetet e tjera kryesore, dhe jo vetëm. Ju falenderit, shpresoj dhe besoj shumë shpejt do të takojmë dhe do të bëjmë një bisedë më të veçantë për se si do të kemi një hartë politike në zgjedhjeve lokale. Ju falenderit. Me shumë kënaqësi.